Siç ishte parashikuar, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit vijon aksionin në Vlorë për lirimin e hapësirave publike. Janë piketuar plot 1000 objekte për të prishur. Aksioni nisur prej ditësh fillimisht është përqendruar në akset kryesore të qytetit, përgjatë bulevardit Vlorë-Skel, ndërsa tashmë është shtrirë në pothuajse të gjitha lagjet. Deri më sot, padromat e IKMT kanë shembur 480 subjekte, nga të cilat 120 në bulevardin kryesor të Vlorës. Kryesisht shtesa pallatesh dhe biznesesh të ndryshme, që prej vitesh kanë operuar në kundërshti me planimetrinë urbanistike të qytetit. Për qytetarët vlonjat, aksioni do të thotë më shumë hapësira të lira për ta. Shumë të rregullt. Sonë dhe manga nuk është shumë i sakët, sepse këtu po merr frymë me gjithë Vlora. Kaloj këtu dhe të kemi një lokale, tati pira ke unë të kaloj me gruan apo me motrën, nuk është mirë. Prandaj shumë të mirë. Fillojnë nga koka problemi. Shumë i drejtë, jashtëzakonisht i drejtë, edhe i mirë. Nëse do ta vazhdoj këtë rrugë, do bëj shumë mirë që të shlirohet. Jashtëzakonisht mirë. Ka nevojë Vlora për më tepër hapësirë publike? Shumë fare. Shumë fare se janë zënë fare s'kesh ku të shkosh me gomar me dru të shkoje, jo të shkosh këto. Jashtëzakonisht mirë. Pastaj meqense njerëzit ndoshta dëshpërohen, po puna e do që kështu duhet të jetë. Prezenca e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit pas Vlorës do të shtrihet në çdo qytet të vendit ku janë zaptuar hapësirat e destinuara për qytetarët.